që herët në mëngjes besimtarët e Lezhës janë drejtuar katedrales së qytetit, ku kanë kryer bekimin e të gjitha produkteve që do të konsumojnë të dielën e Pashkës, kulaç, pije të ndryshme e sigurisht veza kuqe apo e lyer me ngjyrat e tjera janë ushqime tipike të drekës festive. Monsignor Ottavio Vitale, i pranishëm në bekimin e bukës, ka thënë se Jezusi është buka e vërteta dhe jeta, ndërsa nuk ka lënë pa uruar për një Pashkë të bekuar të gjithë besimtarët katolik dhe ortodoks, pasi këtë vit Pashkët janë në të njëjtën ditë. Mos harroni se vetë Jezusi na thotë se unë jam buka dhe vërteta. Prandaj ai është ushqim për ne, por edhe na kujton se duke marrë ushqim për të cilin ne kemi nevojë për ditë, është diçka që është bekuara prej hyjtë, sepse na vjen drejt për drejt nga hyjtë. E kështu pra me bekimin e ushqimit njerëzit besimtarët tonë janë të përgatitur edhe për të marrë pjesë meshës në ditën e Pashkëve. Pashka që na tregon për ringjalljen e Jezusit. Në këtë ditë sot ende jemi duke medituar mbi vdekjen e Jezusit, por po jetojmë me këtë shpresë, që ai do të ringjallë përse vdekurisht, prandaj Pashka jonë është vetë Krishti i ngjallur.